Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Fjala kyçe e muajve të fundit në gjithë fjalorin e shqiptarëve, shoqërisë shqiptare, është SPAK. Edhe pse ne tani jemi në fushatën elektorale dhe partitë politike kanë ndezur motorët e tyre, SPAK-u nuk mund të shmanget, nuk mund të largohet dhe është një pol i rëndësishëm tani jo vetëm i drejtësisë, po gjithë jetës së shqiptarëve. Ka disa çështje që diskutohen në SPAK, por kryet çështja është ajo e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zoti Veliaj. Unë në këtë studio kam ftuar për çështjet e drejtësisë shumë personazhe, avokat, jurist, të jetuar, të dënuar, politikanë që kanë probleme me drejtësinë. Por sot kam një personazh të nivelit më të lartë, një high profile në drejtësi. E them këtë sepse jo rrallë bie që ta kesh në intervistë Max Axhin, dikur prokuror i përgjithshëm, sot kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë, profesor në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin Juridik, po edhe në universitetet e tjera në Shqipëri dhe jashtë saj, profesor doktor me gradën shkencore. Kam kënaqësinë të kem sot zotin Max Axhia të ndaj një opinion të nivelit të lartë për atë që po ndodh në drejtësi. Zoti Axhia, të falenderoj shumë për prezencën në studio. Kënaqësi zoti Qafoku. Është vërtet kënaqësi të jem në një bisedë të tillë televizive me ju, edhe për respekt edhe teleshikuese, por në respektin tuaj të veçantë, për shkak sepse je nga ata gazetar pa dashje të thur aloje që bashkëbisedtimin e bën të lirë një edhe të lë të flasësh. Falenderoj shumë zoti Axhia. Je njeriu më kompetent që unë mund të them që çfarë po ndodh me drejtësinë. Ka ngjallur shumë debate, ka gati replika, por më rëndësishme është që kemi arritur në një pikë që tashmë po bën ato debatet juridike që duhet bëshin kur po bëhet reforma në drejtësi, po bëhen tani sepse në fund deputetët e votuan atë. Tani të njëjtit deputet thonë pse kjo është kështu, pse kjo është votuar kështu, pse është ky ligj i tillë. Në fakt këto i ka thënë kryetari i maxhorancës, që personalisht mua më ka habitur që ai ka plot jurist në grupin parlamentar të tij, që mund të kishte thënë, zoti kryeministër, kjo është gabim, se nesër mos thua pasaj që pse të ndodh kjo. Tashi më bombardove, se më hodhe një temë që ka brenda shumë pyetje dhe unë duhet të jem i kujdesshëm jo për ato që do them, po që t'i përgjigjem gjithë atyre momenteve që ngritet jo. E para është një shqetësim i madh për opinionin dhe për gjithë popullin shqiptar, për gjithë pushtetet legislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit, ky problemi që ju sapo pozuat tash. E para është që ne duhet të bëjmë marrëveshjen e fjalës që reforma në drejtësi është e domosdoshme. Në mënyrë absolute dhe nuk e diskuton njeri dhe s'duhet ta diskutojë njeri. Kisha ardhur momenti që të bëj një reformë e thellë. Por i të së vërtetës që reforma në drejtësi është në disa aspekte. Është në kuadrin ligjor, që ne kemi të shkëlqyer, me një përjashtim, që në aspektin penal kemi dënimet më të rënda në Europë. Si, kemi dënimet më të rënda në Europë? Më të rëndat në Europë. Në kontinent? Ta them me kompetencë. Jo, po kompetenca sigurisht, thot kryetari i dhomës avokatisë që quhet Max Axhia, unë e marr të mirë qenë. Në mënyrë absolute. Do në kontinent, zoti Axhia, ne kemi dënimet më të rënda? Dënimet më të rënda. Të mund sfidoj këdo që të ulet ballë për ballë dhe t'i marrim gjitha nenet, kemi dënimet më të rënda. Do thënë ju thoni në 5 vitet e fundit fjala vjen apo në vazhdim? Në vazhdimsi. Po sidomos kuadri i ri ligjor me ruajti traditën e dënimeve të ashpra. Do të nga 2016 e keni fjalën që u miratuam me 140 vota. Po ishin, që të jemi edhe konsekuent në atë që flasim. Kishte dënime të rënda, por vazhduan dënime të rënda dhe në kodin e ri dhe në pasqyrat e reja, ndryshimet e reja që u bën. Po? Pra, në kuadrin e ligjor, ligjet i kemi shumë të mira, i kemi bashkohore në gjitha fushat, jo vetëm në penale, në civile, por dënimet i kemi shumë të rënda. Dënimet i kemi shumë të rënda. Po kjo sigurisht ka kontradikt kjo. Plus, ja doja themon, plus që edhe masat e sigurimit, që janë goxha me inspektor të gjerë, edhe ato zbatohen me një ekstremitet të jashtëzakonshëm. Edhe këto më ekstremet në Europë? Gjithmonë, jo. Po patjetër, në zbatim po.
Po pra, dhe këto janë, domethënë, tha dënimet me ekstremet më të larta në Europë dhe zbatimi masave represive ekstremet i zbatojnë në Evropë. Sistemi jonë. Po. Unë kam qenë pata fatin që të jem edhe në komisionin e ekspertet nivellit të lartë për reformën në drejtësi. Edhe me thënë të drejtën nuk kam qenë dakord sepse që të bësh një reformë në drejtësi është njësoj si të bësh një autostradë dhe të mos lësh rrugët dytësore. Ne bëm autostradën, filluam, gërmuan të gjitha, i prishëm gjitha rrugët, po s'lam rrugët dytësore se do rrugët e komunikimit. Absolutisht. Kështu që kjo solli që hoqim gjyqtarët, hoqim prokurorët, pas një plan, pas një studim se si do este zbatimi i çështjeve në praktik, qoftë në hetim, qoftë dhe në gjykim. Do të reforma ndresi ngjani autostrade pa rrugë dytësore, dhe pa mbikalime. Pa rrugë dytësore. Që do të thotë e filluam, hoqim gjyqtar, por nuk menduam për zëvendësimin e tyre. Nuk menduam se si do zgjidheshin proceset, se ishim jeta në vendin tonë vazhdonte. Konfliktet vazhdonin, krijoheshin, çështjet ishin për gjykim, krimi vazhdonte, kështu që hetimi vazhdonte, por haruam që hoqim personelin. Pra, produkti që nxorëm ishte i mangut. Qëllimi ishte sublim, por haruam që qëllimi nuk do të justifikoj mjetin. Dhe ne, ata që na diktuan këtë reformë, që prandaj thash që në fillim që duhej bërë, ata nuk menduan se si do vazhdonte kjo. Ata menduan vetëm që të heqim të korruptuarit, të paaftit nga sistemi. Po pse si dëgjuan ju? Si e mendoni ju këtë gjë? Sepse për mendimin tim, po të them vetëm një shembull. Për hitën e vërtetës, kam qenë në një krah me Ben Rakipin, me Arben Rakipin, ish prokuror i përgjithshëm, një koleg edhe një profesionist shumë i mirë. Ish prokuror i përgjithshëm, dakord me ish prokurorin e përgjithshëm. Që po marr vetëm një aspekt, aspektin e prokurorisë. Nuk kemi qenë dakord me këtë sistem prokurorie që vendos. Se ky është një sistem i një prokurorie tepër të avancuar që operon në një nivel të lartë kulturor të vendit, me një shkallë të lartë demokracie, me një shkallë të lartë përgjegjësie dhe profesionalistë të shkëlqyer. E keni fjalën për shpishin e piramidës? Po, nuk ishte kontrollin vertikal. Gjë që çoi prokurorin e përgjithshëm në një figurë administrative. Kush e mbështeste këtë që zbatuar tani? Ndërkombëtarët. Dhe ajo që neve parashtruam dhe për mua është edhe çelësi për të zgjidhur gjithë këtë konflikt, ishte sepse ndërkombëtarët nuk njihnin asgjë nga mentaliteti, nga historia, se çdo gjë ka një histori. Duke pasur një histori, një traditë në aspektin penal, në aspektin civil, në aspektin e konfliktit, në aspektin e marrëdhënieve familjare, ajo u injorua. Jo se u injorua se s'donin ta bënin, por nuk e njihnin. Dhe nuk e morën si kriter, nuk e morën si një kriter decisiv në reformën gjyqësore. Për shembull, unë mund të them 70% të lëvizjeve të gjyqtarëve prokurorë ishin me vend. Po 30% të tjerat kanë qenë abuzime. Domethënë ju është bërë padrejtësi. Në mënyrë absolute. Se janë hequr gati 400. Janë hequr asete nga sistemi i prokurorisë. Po ta bëjmë kështu më konkrete. A mund të përmendet se më kujtohet në një intervistë me zotin Rakipi, ka përmendur disa emra që mua më ka ardhur shumë keq, që tha jam habitur, tha filani, tha se si kanë ikur, tha që unë i njoh personalisht, se janë produkte të shkollës që më kanë dhënë. A mund të përmendet sepse jo them s'duam të themi 1, 2, 3 emra. Unë i njoh të gjithë në sistemin e drejtësisë. Prandaj po i pyes. Ne që shumicën, po them, sidomos 40 vjeçare sipër i kam pas student kur isha në. Sepse ju keni kaluar në shkollë. Por unë mund të them dhe të sjell shembull, për shembull, Artan Reshka. Artan Reshka? Po. Se Artan Reshka nuk është? Nuk është, e kanë hequr. Çfarë thua? Po. Admir Belishta. Artan Reshka nuk është? Po. Ma bite për këtë. Admir Belishta. Me integritet, profesionist, me atë që njoh unë si gazetar flas. Po kur e thoni ju? Po. Gjyqtar pasaj sa të bësh? Po 2-3 gjyqtar. Artur Gaxhe. Po. Tjetër? Gjyqtar të tjerë se tash nuk po më vinë Selimi me mbiemrin Selimi, nusja e shkëlqen Selimit.
Do thënë ju i keni pasur student apo i keni pasur I kam pasur edhe student edhe koleg. Edhe koleg. Do më thënë, tash pyetje ma bëre në një fazë që unë isha e pa përgatitur të sjellja emra. Po unë mund të sjell emra në një debat, mund të sjell emra plot, të cilët çka ka ndodhur me këta? Këta tash kanë filluar në profesion Jo, çka ndodhi me këta? Pse i hoqën? Çau gjetën? Ata rreshkës për shembull. Absurditete. Çfarë? Absurditete. Për shembull, shiko, po them vetëm një fakt. Po. Shqipëria nëpërmjet Bankës Botërore kur raporton të ardhurat, raporton dhe remitancat. Po. Që do të thotë paraja e hyr nga emigrantë dhe nga diaspora. Shumë bukur. Dhe thotë kaq nga diaspora, kaq miliarda, 1.4. Vit për vit, po 1.4. Këtë vitin që kaloi mos viti që 1.4 dhe ka qenë gjithë që të paktën nga viti 1995 e këtej ka statistika. Eksakt. Kur erdhi puna, sa bukur. Kur erdhi puna që këta thoshin unë mi ka sjell vllai ose mi kam sjell vetë se kam punuar dhe vetë qiri në Greqi për shembull. Jo thot, na bjer faturat ta. Pa ajo është punë e zezë. Remitancat janë gjitha punë të zezë. Ja gjithë punë zeza. Të dua trokita, sepse ke kapur një shifër aq të bukur. Tani kjo 1.4 miliard, domethënë nuk njihet në sistemin e drejtësisë. Jo, s'u njoh parasysh, nuk u mor parasysh. Dhe ajo që është më bukur është se në kushtetut e ke që pasuria e kalkuluar gjyqtarëve dhe prokurorëve do të ishte 2 fishit të ardhurave. Mjafton të ishte brenda 2 fishit të ardhurave, ishte brenda kriterit për të vazhduar në sistem. Gjithë vettingu u përqendrua te pasuria. Po e diti Admir Berlishën se do më fali, do më lejoj që ta them të. E di çka i kanë thënë? I kanë thënë ku i more gurët që ndërtove shtëpinë rindërtove shtëpinë në fshatin X të Korçës? I thotë, kjo është e sharak. Se për gjithë ata që na dëgjojnë, po flasim për juristë të me cilësi profesionale, profesionistë dhe të dershëm. Nuk është se ka pasur akuza. Jo, absolutisht. Po pra. Jo vetëm cilësi profesionale, po dhe akademike. Dhe akademike, po dhe akademike. Edhe të përkushtuar. Dhe akademike. Tash janë një sër këta që duhet të gjinde një mekanizëm se si të kërkohet falur, të paktën. Po ata i kanë çuar çështën në Strasburg? Po nuk e zgjidh Strasburg. Pse? Se zgjidh Strasburg. Pse ata përfundimisht? Ja, u shkëputën ata, 15 vjet ata nuk hyn në sistem. Prandaj themun një sër asetesh të tillë kuadrosh. Unë nuk e di këtë të rreshkë, se u habitë shumë edhe vetë. Ose është dhe një prokurore Besa në Shkodër. Po? Nga më të ndershme. Do dhe këtë kur e thot një avokat si Max Argjia, unë tashit më vinë disa emra. Jo, s'ke faj, se unë nuk ta kisha bërë këtë punë. Jo, këtë drejt. Po unë të sjell, në qoftë se në një debat. Jo, ma si dhe këtu se publikoj, e lexoj unë listën. Po të sjell sa duash. Unë e lexoj listën pa silloj. Dikush mund të më thotë më, po tashit ti je një individ, s'mund të gjykosh ti vendimarrjen e një trupe. Shiko, unë dakord, unë respektoj një vendim, por aman, unë të sjell argumenta që s'mund të hiqet një gjyqtar 15 vjeçar, me një eksperiencë 15 vjeçar, pse i thua atij që të ka thënë babai ndërto shtëpinë atje në fshat, sepse është kujtimi i familjes dhe ti thua ku i morë gurët. Ose pa i bërë një analizë financiare. Shumë drejt. Si? Megjithatë zoti Axhia për ta mbyllur këtë pjesë. Por këto janë disa. Disa. Këto janë problematika. Unë prandaj thash 70% ishin drejt. Po, ishin vendime të drejta. Tani, vim të ajo më e rëndësishmja, megjithëse unë do bëj një falënderim, të kërkoj ndjes vetëm pak sekonda, kam një falënderim për sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, Manigrama Kinvest, që mbështet emisionin Dekalog me sloganin tashmë të njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Transferoni me Manigram Kinvest. Nga agjensitë më serioze dhe më të sigurta. O sa mirë më vjen kur e thot këtë kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë, do thënë është si një vulethat. Zoti Axhia, ju mbani mend për një shprehje lapidar. Unë do ta lexoj fjalë më fjalë që të mos kem asnjë gabim në artikulim. Mes gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve të korruptuar, gjykatësit janë më të korruptuarit. Tani me reformën e re në drejtësi. Më duket se kam thënë ja 10 vjet përpara? Jo, më shumë. Më shumë. Do ta ke thënë, në vitin 2010 ndoshta. Jo, më herë 2009. Da, 15 vjet përpara. Më shumë se 15 vjet. Tani sot kjo tregoj që ajo që marrëveshjen që bëm neve që në fillim kisha të drejtë se prandaj u bë reforma.
Kjo është e bukur fare. Sot Kjo sot ka një rrezik. Ka ndryshuar? Sot po, ka ndryshuar, po jo nga Afrika, jo nga ndërgjegje. Po mirë, Dhe është në një stajancion që ata që kanë tendencën do ta bëjnë. tani edhe njerë të jemi pak të qartë. Po. Sot, cilët janë më të korruptuarit, mbas, po themi, kemi 9 vjet nga miratimi i reformës në drejtësi, 5 vjet SPAK, 5 vjet e pak muaj, sepse ishte 5 vjetori në dhjetor. Sot, si ka ndryshuar pra mes gjykatëve, prokurorëve dhe avokatët, kush janë më të korruptuarit? Tash s'ka mbaruar akoma reforma, zoti Qafori. Mirë, Të them unë që po gjithmonë korrupsioni është atje te vendimarrja. Pra të gjykatësit? Patjetër. Atje është. Ka korrupsion? Por në dijenin time është shumë i frenuar. Është shumë i frenuar. Shumë i frenuar. Për shkak të reformës. Për shkak të reformës, por kjo ka sjell një gjë shumë të rrezikshme. Çka ka sjell? Reforma në këtë drejtim. Sepse gjyqtarët dhe prokurorët po bëjnë shkelje të hapura të procedurave dhe të ligjit. Për drejtat e njerëzit kemi fjalë? Për drejtat e njerëzit, do të them dhe diçka më shumë të rëndësishme që është do të them për herë të parë në këtë emision. Gjyqtarët dhe prokurorët janë bërë trima të shkelin ligjin dhe frika cak të zbatojnë ligjin. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Trima për ligjin? Për të shkelur ligjin. Për të shkelur ligjin. Po. Vetëm për shkak për të qenë brenda. Po. Dhe frika cak? Ta zbatojnë atë. Dhe këtë ta argumentojnë në 100 mënyra. Po të marrë vetëm një aspekt. Kjo është shumë e rëndë. Kjo është alarmantja. Kjo është alarmantja e produktit të reformës, që duhet të vjen në alarm të gjitha strukturat e qeverisjes të drejtësisë, KLG-ja, KLP-ja dhe veçanërisht inspektori i lartë i drejtësisë, që është një figurë tepër e rëndësishme në. A ka kryer kontrolle këto dy institucione? Unë them që jo. Po pse? Sepse edhe kryeministri, se do pyes për kryeministrin, po me të drejtë, do të thënë tha, a kanë kryer kontrolle tha institucionet kontrolluese? Ja pra po ja them unë tash. Problemi është që një aspekt shumë i rëndësishëm është merrni statistikat dhe shikoni sa pafajësi kanë dhënë. Po marr aspektin penal. Shumë pak. Shumë pak. Atëre një drejtësi që nuk je pafajësi është për të analizuar në themel të saj. Shkakun. E para, e dyta, më thoni juve në proceset civile administrative ku palë shteti për probleme madhore, thashë. Them për rrogat e për këto, sa është dhënë vendimet kundra shtetit? Sa është numri i dhënies së vendimeve? Shumë pak. Shumë pak. Pra kjo tregon që ka një konformizëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve për të qenë brenda. S'më intereson mua se po dënohet filani ose po humb filani procesin gjyqësor, civil apo administrativ. Rëndësi ka unë të jem në rregull, sepse mua s'më kërkoj llogari pse dhe ti vendim në favor të shtetit ose në favor të akuzës, mua më kërkoj llogari po edhe është e kundërt. Shifeni juve, t'japet një pafajësi, alarm media, alarm drejtësia. A thot, në këtë situatë, gjyqtarë prokurori thot, çau, kështu është problemi, po i çfarë? Le të futet në burg kush dojmë. Le t'i preket interesat, mjafton që është e frikshme. Sepse, di pse është e frikshme kjo? Sepse ne s'kemi institucione aktive, kontrolli dhe t'i japin siguri gjyqtarit dhe prokurorit. Po pse nuk e kemi këtë? Sepse drejtësia ka një gjë. Ajo piktura atje dhe ajo busi i thot me sy të mbyllur është shumë signifikative. Nuk ka dalë sot ajo. A ka dalë që në Romën e lashtë, në kohën kur janë krijuar institucionet e para dhe konceptet e drejtësisë. Dhe këta kanë kuptuar reformën që duhet të jetë një produkt që vetëm duhet të dënojnë, vetëm të mbrohet shteti, por harrojnë një gjë, që parësore janë interesat për të mbrojtur interesat e të drejtave themelore të individit në proces. Se kur e provojnë në kuris, të gjithë ata deputet që ju thanë po është e vërtet, po asnjëri si lexon ligjet kur. Me përjashtim 2-3 profesionistëve që të kapin momentet. Ose kur ju thua që ore shikoni këtë moment, për shembull, SPAK-u kush do ta kontrolloj? Shikoni këtë. Ja u that juve atëre? Po,
Si ka mundësi? Bën sikur se dëgjonin ata që e dinin problemin, që e kishin vënë në platformën e tyre. Të tjerët s'ia kishin iden. Biles një shprehje e famshme është një personalitet deputet kur kaloi Kodit Civil prej 600 dhe sa nene, e i thamë, po ç'a bën mos e ka lut për një seancë. Po tha ai personalitet, po i në fushë tjetër, se s'po e përmendem, i tha, po ne të ishim edhe 6 muaj, ne ishim prapë. S'to mesh një vesh. Kështu që është detyrë funksionale dhe shumë e rëndësishme e strukturave profesionale brenda parlamentit. Komisioni i ligjeve do të ketë nën komisione, do të ketë ekspert të fushave, që kur thotë eksperti që kjo s'bëhet ose kjo duhet kështu, të mos rish pasaj të riparosh ligjin. Shumë nga këta që titullar që bien në akuzë, thonë pse kështu e kemi bërë neve, kur i thonë kështu e ke bërë, pse kështu e kemi bërë, kështu e kemi bërë. Zotja Xhia, si është SPAK-u në pikë vështrimin tuaj? Është institucioni që ne e kishim ndërruar dhe shikuar, sepse me ato që thatë ju, me të drejtë, ju proklamuat gjitha defektet e mëdha të sistemit të drejtësisë, por pikë vështrimi juaj është edhe si avokat. Pa e shmangur pjesën, po themi e rëndësisë avokat, se do flasim pak më vonë. Por unë flas si Max Xhia, si jurist, si profesor dhe si një autoritet dhe personalitet të drejtësi. Si është SPAK-u? Është institucioni që ne e ndërruam? Shiko, unë e pranoj çdo lloj kritike ose gjykimi që mund të më bëjnë teleshikuesi, i thotë po ti flet sepse je avokat. Po, është e vërtet. Më ha kraba nga avokatia në çdo lloj debati. Por më mirë të më haj mua se sa t'i haj gjykatës dhe prokurorit. Sepse është parulla e famshme që më mirë 100 të fajtor i jashtë, se sa një pa fajshëm brenda. Dhe të pambrojturin është fisnikëri, është aftësi dhe është kuraj ose do debatosh. Do marrësh dhe kosto të tjera përsipër. Tash vim tek pyetja juaj. Për mua SPAK-u është një organ shumë i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë. Jo vetëm në ndëshkim, por kryesori është në parandalim. SPAK-u. Ka parandaluar? Absolutisht po. Po këtë jemi të gjithë, e shohim se frika. I ka dridhur, a? Tashi, të vim te SPAK-u. Po. Ishte një strukturë domosdoshme dhe shumë e rëndësishme. SPAK-u ka nevojë për 2 probleme që do të fokusohet ligjvënësit tek SPAK-u. E para, do ta zhveshin nga shumë nene që janë kot, që e ngarkojnë atë. T'i japin atë detyrë, t'i japin ato objekt, ta fusin atë rrugë që ai është krijuar për atë. Ti më i fokusuar Po, për atë mos i ngarkohet me edhe aty janë mbush me dosje. Domethënë ju jeni duke thënë që ai të godas korrupsionin në politikë, në shtet, domethënë, dhe krimin organizuar këtu. Po, për shembull, çfarë ka tjetër? Për shembull, shkelja barazisë të shtetasve në tender. Po. Për mendimin tim, kjo dispozitë do të hequr fare, është një dispozitë administrative. Pse? Unë vlerësoj tenderin, kush hyn në tender. Dhe kriteret që unë vlerësoj i cakton enti tenderues. Tashi, kjo është një veprimtari administrative. Nëse unë gaboj, është Agjencia Prokurimit Publik që më kontrollon mua. Nëse edhe ajo gabon, është Gjykata e Apelit administrativ. Nëse edhe ajo gabon, është Gjykata e Lartë. Kolegji administrativ. Këta tash kanë ngritur dhe në kuadrin e veprës penale. Që do të thotë, vetëm kur provohet korrupsioni është tjetër gjë. Por s'mund të thuhet që pse ke vlerësuar këtë apo ke vlerësuar këtë subjekt. Po thoni ju, çdo tender, ka 100 filtra. Çdo tender mund të shkojë në SPAK. Po. Një person të kallzoj aty që thotë që kemi hyrë 2 veta, mua më ka shkel drejtat, ka korrupsion. Fillon aty direkt. Po, do filloj sepse është e detyruar që ta regjistroj si çështje, të bëj hetimet për atë punë. Pastaj e fillon as e fillon është tjetër gjë. E kuptoj. Pra, në këtë aspekt SPAK-u do shliruar nga shumë vepra penale që janë kot. Edhe nga shumat e korrupsionit. Kjo në fakt edhe vetë ata e kanë ngritur. Po, është ngritur. Zosi Dumani ka thënë këtë. Dhe ajo që është kryesore, kjo sa duhet të jetë për mendimin tuaj, po themi dyshemeja. Po tash me nivelin ekonomik, me nivelin e buxhetit shtetit. Po, kupton? Se s'mund t'i thua shtetit sa më i pasur të jetë shteti, aq më do ngrihet dyshemeja e Qartë, po ja shifra juaj. Po u them 10 milion.
10 milion e lartë. Të vjetra. Të vjetra. Pa. 10 milion. Pa. Nga shuma 10 milion të vjetra, Ty në jurisdiksionin e SPAK-ut. Duhet të ketë SPAK, pastaj 19 milion. Kjo është për sa i përket kuadrit ligjor, për ta lehtësuar. Kurse SPAK-u ka një problem të madh. Kush e kontrollon SPAK-u? Tani kjo është pyetja $1 milion dhe tha dhe kryeministri. Kush e kontrollon SPAK-un? Unë nuk e di, nuk do t'i shkoj kryeministrit në logjikën e tij, as në shqetësimin e tij, por unë t'i them vetëm këtë zot. Zoti bëja se lozhe dhe të më fali zoti Domani se po përqendrohem 2 minuta ose 1 minutë tek. Sot kemi një titullar dhe të tjerë, se s'është vetëm Domani, edhe të tjerë janë njerëz të ndershëm atje, të përkushtuar, kanë një tendencë të mbrojnë më shumë shtetin, dhe është normale, si thash unë për profesion shtetit. Profesion akuzë, prandaj është fjala prokuror, se merr prokuror në emër të shtetit. Prandaj thash unë që dhe mu më ha kraba nga avokatia, nga individi, nga personat që janë në proces, por dhe atyre ju ha kraba nga shteti. Ky është një ekuilibër që vendoset, prandaj është ajo do të jemi palë të barabarta dhe ata, edhe prokuroria, edhe akuza dhe mbrojtja. Po ata kanë dhe një detyrë tjetër kushtetuese. Çfarë? Që ata duhet të mbledhin prova jo vetëm që janë kundra individit dhe në favor të akuzës, po dhe të mbledhin prova dhe në favor të individit. E kanë detyrim kushtetues, e kanë detyrim në kohën e procedurës. Specifikisht në entitet. Kështu që nëse sot kemi një ekip të përkushtuar, me një drejtues që për mua personalisht, dhe nuk më del dot njeri të më thotë që s'është kështu, është njeri jo vetëm i përkushtuar, po është njeri që e ka çak karrierën e vet me shpatullat e veta, me ndershmërinë e vet, i pa korruptuar, profesionalisht, po mirë. Ne nuk duhet të themi që institucioni është i sigurt dhe s'ka nevojë për kontroll sepse është zoti Domani. Po ku mos jetë zoti Domani? Se nuk janë individ ata që sigurojnë garancinë e është ligji ai që siguron garancinë e institucionit. Pra kush e kontrollon? Për shembull, unë me shumë të drejtë mund të them, dakord zoti Qafaku. SPAK-u çon akuzën në GKK, në gjykatën e kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dakord? Po. Dhe po ky SPAK, për çdo rast ky fillon procesin kundra gjyqtarëve të shkallës parë dhe shkallës dytë. Ky SPAK. Kështu e ka procedura. Po. Atëherë, më thuaj ti ku ka më garanci kur ky gjyqtari është në kontrollin e akuzës, që ky prokuror mund të ngrenë çdo kohë akuzë ndaj gjyqtarit. Si duhet të ishte? Do të ishte kështu. Si? Që gjyqtarët e shkallës së parë dhe ata apelit GKK-s duhet të hetohen nga një trup e veçantë në prokurorinë e përgjithshme. E veçantë? Patjetër. Patjetër. Një. Po pse s'e bët? Se s'donin ta bënin. Do të thonë kjo është propozuar zoti Axhi? Po, dhe s'donin ta bënin. Po kush e do ta themi këtë se tani kur vjen politika ti e di që e kam atë kuraj. Jo, nuk ka ndyshim se mua më bëri shumë përshtypje. Kjo kaloi sikur se kapi njeri. Po ku t'ia kërkonte zoti Rama këtë kishte grupin parlamentar aty? Kjo kaloi sepse nuk e ata që e kuptuan ikën. Domethënë 2-3 veta që ishin, e lam e pam që ishte kotë edhe. Kjo është e para. E dyta, kush e kontrollon SPAK-un nga pikpamja e procedurale, nga pikpamja e zbatimit të kompetencave të SPAK. Do thosh ti që e kontrollon gjykata nëpërmjet vendimeve të saj, nëpërmjet seancave paraprake etj. Po në rrugë vertikale, kush e kontrollon? Sipas traditës që kemi pasur deri tani. Po. Prokurori nuk vjen e keqja zoti Qafoku sa më shumë kontrolle të kesh. E keqja vjen kur s'ke kontrolle. Thash, sot është zoti Domani. Nesër ikën vjen një tjetër. Jo, dhe zoti Domani nuk ndryen dot te një dosje tjetër, zoti. Absolutisht. Po pra. Biles e di çfarë po ndodh sot. Po. Prokurorët kjo është tash që janë në një terren që i ndan thika për të bërë të korruptuar. Sepse thotë unë s'kam kontroll në asnjë vend thotë. Edhe prokurori i jurisdiksionit të zakonshëm. Thotë unë jam i pavarur, e bëj unë si dua unë procesin. Hej dorë ndryshoj akuzën. Ndan thika edhe një herë, ndan thika këtë. Për të qenë korruptuar. Sepse kjo, po pra, më përqendrohet dhe më kuptoj këtë. Ky sistem që kemi nxjerrë neve, që prokurori është i pavarur në çdo çështje, kërkon, e thash në fillim, bazohet në njerëz perfekt.
të pa korruptueshëm, profesionalisht të shkëlqyer. Ideal, por pa tjetër. Këta, sepse këta kanë, proceduralisht ka një kompetencë, ata fillojnë akuzën edhe ndaj presidentit të Republikës, ndaj çdo ministrit. Pavarësisht nga lloji veprës penale, mjafton që vepra penale të jetë në fushën e jurisdiksionit të tyre dhe fillon, s'kan kontroll. Atëherë pyetja ime është, nga 20 prokurorë që ka SPAK-u, sa është përqindja e tyre që ti i vlerëson si Altin Dumani, që kanë ndreshmërinë, profesionalizmin, përkushtimin? Shiko, unë i vlerësoj që të gjithë, ta them me sinqeritet. S'dua fare për të qenë në konformizëm. Po, që të gjithë i vlerësoj. Po? Por anën profesionale është tjetër gjë dhe ndeshmëria është tjetër gjë. Po ju thatë që në majtë të thikës, pa? Po pra, një kjo, e dyta, ajo që thash në fillim që për të qenë brenda, tjetër edhe një mosha, unë jam fanatik në këtë. Mosha në këto institucione që janë crucial për interesat e vendit, duhet të jetë një moshë e pjekur. E keni fjalën që aty ka të rinj? Unë kam qenë kundra që nga sistemi i emërimit në gjykatë lartë. Diti sa duhet që të jetë më të jesh mas shkollës magjistraturës antar gjykatës lartë që mund të bësh 13 vjet. Do me thënë, mbaron 23 vjeç. 3 vjet do të kesh eksperiencë praktike, 2 vjet shkollë, i thon 5, 23 dhe 5, 28. Edhe 13, 41 vjeç shkosh në gjykatë lartë, gjykatë lartë. Gjykatë kushtetuese duhet të kesh obsesion, do të jetë ndonjë 50 vjeç. Rasti veçantë. Po 55 që kur mbaron aty të den pension. Jo, mbaron aty dhe pastaj të fillosh punë ose të shkosh në apel. Jo, aty është kulmi. Është reputacioni. Nuk ata me paruke, me kështu, me togat e rënda. Kështu që atje ku fatet e njerëzve dhe çështjet janë të kardinale, do të kesh njerëz me tregues kardinal. Po për SPAK-un, edhe në SPAK e keni fjalën? Patjetër edhe SPAK-un. Çfarë moshe ka aktualisht moshë mesatare SPAK-u? 35 vjeç. 40 vjeç. Për ju duhet të jenë më shumë? Jo, ka 35 vjeç. Ka 35 vjeç, ka 37, ka. Jo, sa duhet të jetë mosha më mbi 40. Mbi 40. Absolutisht. Por do të ketë staf oficer të policisë gjyqësore që i themi ne BK-ja. Tani, zotja Xhia, vim te një çështje që është më e diskutuar dhe çështja numër 1 sot në drejtsinë shqiptare, ajo e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zoti Veliaj. Ju jeni avokat i zonjës Ajola Zoze, bashkëshortit, por që nuk është e ndarë nga çështja e madhe. Tani, çfarë po ndodh me këtë çështje? Është diskutimi më i madh që mund të ketë ndodhur në këto 35 vjet. Dhe lajmi i fundit është që pikërisht një përgjim presupozohet që i është bërë në qeli zotit Veliaj, që ka folë me celular, ka ndalë sot në media, janë hakeruar, pra janë nxirë nga dosja. Ne kishim një marrëveshje, por unë prap nuk i shmangen pyetjes, që të mos hynim në çështje konkrete. Sepse janë çështjen e tim. Megjithatë, unë jam i detyruar të sjell natyrisht. Jam i detyruar të sjell për para juash si përgjigje edhe si kundër përgjigje të gjithë terenit, qoftë mediatik, qoftë edhe si është mbarsur opinioni, ose si është informuar opinioni. Deri tash, SPAK-u ka përdor taktikën e informimit nëpërmjet medias, të opinionit, ndaj çiftit Veliaj. Që do të thotë? Që do të thotë që e ka hedhur informacionin gjysmë. Për shembull, në qoftë se thotë që 700.000 euro kanë qenë donacionet në OIF, në organizatën jo fitimprurse, që ishte drejtuar nga bordi, edhe në kryet bordit ishte zonja Zoza, është i mangut, është tendencios. Pse? Ta them unë. Sepse nuk thotë për sa vjet janë to. E parë, që janë për 7 vjet. Po për sa vjet janë? Për 7 vjet. E dyta, nuk thot sa nga këto janë nga buxheti i bashkisë? Se thot, s'ka asnjë. S'ka asnjë. E treta, ku kanë shkuar këto para? Se thot, ato para të gjithë në rrugë bankare janë çuar në aktivitetet kulturore të organizuara në Shqipëri. Dhe të fokusuara natyrisht në kryeqytet, se kryeqyteti i ka. Dhe nuk thonë në fund si kanë ikur gjithë rrugë bankare. Dhe nuk thonë çka ka ngelur. Arabelit, që është kjo OIF-ja, i kanë ngelur 21.000 euro, nga të cilat duke hequr
tatimet, Po? 17.000 euro janë pagesa $200-300 për stafin, për ajolën, në muaj, për gjithë të periudhë. Pra, o jepja opinionit, jepja të gjithën, Po? o mos ja jep opinionit, sepse diti që ky opinion, po i përmënde korupcioni, po i përmënde që Zoti Qafoku ka marrë lekë kështu, me një kryot. Pra, është përdorur një taktikë Kush e ka bërë? sinqert. Po, Tani deri sa është Zoti Dumani ju e vlerësua atëherë. Kush e ka bërë? shikoj një minutë. Se ju zbesoni që ka bërë Zoti Dumani? Një minutë. Mediat Po? shqiptare kanë akses të jashtëzakonshëm Në SPAK. Në SPAK edhe gjithanë. Po jo, shqyqy që kanë. Po shqyqy që kanë. Por të jenë konsekuente dhe të jenë transparente, ta thonë deri në fund. Dhe ta thonë në plotshmërinë e Ju e keni fjalën që këto media kanë informacion po bëjnë politik? Po media s'bën vetëm politik, më bërë. Politik, bën dhe politikën e vetë, të grupit vetë. E të interesave të vetë. Interesave ke fjalën. Po, pa tjetër. Po media, prandaj është pushtet. Dhe pushtet shumë i fuqishëm. Dhe që media, se s'po marr përsipër çfarë do të bëjmë me media. Media do të jetë shumë e kujdesshme. Shumë e kujdesshme. Media do të ruaj ekuilibra. Jo, media nuk ka rregulla në këtë drejtim, zoti. Nuk ka rregulla, po ka shkolla që nxjerr gazetarët. Unë jam vetëm mësim aty. Po pra, çfarë keni fjalë? Domethënë, duhet të qëndrojë statike dhe fanatike e objektivit të medias. Qofse ai jep opinionit një informacion do të jetë plot. Po patjetër. Marrim rastin e dieshëm, bile unë kam krahasuar atë me Watergate-in e famshëm në Amerikë, kur kryedaktorit Bernstein i erdhën ato materialet, përgjimet, nuk e mendoj dyshi, botoja siç ishin. Po. Dhe ndodhi dha dorëshën presidentit. Të mirë kuptohemi, nuk them mund mos japin. Të japin të gjitha. Jo, çfarë ndodhi me këtë rastin e fundit, ju jeni avokat dhe në cilësinë e kryetarit të avokatisë? Me këtë hakerimin. Sepse tani është hakerim? Hakerim, po patjetër. E sigurt kjo? Patjetër. Domethënë nuk e kanë nxjerr kush. Jo, është hakerim. Është hakerim? Po. Për mua. Po për ju. Për mua është hakerim dhe të mos harrojmë që niveli i hakerimit në botë ka arritur majat. Dhe ju jeni duke thënë që janë dhënë para për të hakeruar dhe kanë dalë. Thash është hakerim, nuk thash interesi. Se hakerimi bëhet edhe për sport. Bëhet edhe për tani kjo për sport. Absolutisht. Po absolutisht për të fut në konflikt, për të diskredituar një institucion, për të diskredituar një person. Sport i fortë që nga. Po shumë i fortë është. Po, se është sport. Atëherë në këtë rrethan, çfarë duhet bëj SPAK? Se duhet të hedohet kjo. Natyrisht ka marrë masat, më thanë me aq sa u informova, janë 2 persona në akuzë. Jo, 2 persona në akuzë janë arrestuar. Kjo është ana ligjore. Ana e sigurisë pasaj është marrë masat me profesionistë, me aparatura, me kjo është shumë i rëndë, kjo është skandal shumë i rëndë. Që të mbyll. Okej, është hakeruar, por ne duhet kemi garanci dhe siguri. Hetimi është sekret, po më sekret janë dokumentat në shërbimet e institucionet e specializuara. Atje do të kujdes për hakerimin. E keni fjalë për shërbimin sekret? Shërbimi sekret, natyrisht. Po sigurisht, se kur vidhet një institucion si SPAK-u, ne mendojmë tani që edhe ato të sekretet goditen. Unë kam informacion që ka çuna dhe goca, po veçanërisht çuna që janë më aventurierë, që janë të niveleve high class në hakerim. Që janë shqiptar? Shqiptar. Si ka njëri këtë? I kanë kapur, edhe i kanë tërhequr edhe në pozicione i kanë joshur për t'i shfrytzuar. S'po them më tepër se ka institucione qendrore në botë që i kanë marrë. Po, institucione botërore? Këta? Po. Wow! Po ata i marrin që të pengojnë hakerimin? Jo, i marrin që të shfrytëzojnë ata që t'i kthejnë në sistem mbrojtje për institucionet e tyre. Kjo është më bukur që ka thënë. Po kjo është. Hakersat i marrin institucionet shtetërore për t'i përdorur për vete. Dhe shërbimi sekret. Po. Shërbimi sekret. Po normale është. Tani vim te cila është pozita e zonjës Zoca në këtë moment, zoti? Cila pozita procedurale është person ndaj të cilës zhvillon hetime. Ajo paraqitet në SPAK? Paraqitet 2 herë në SPAK, 2 herë në muaj, sot bilet, se unë jam këtu, ajo është atje, vati avokati tjetër e shoqëroj. Dhe se kjo si intereson njerëzve që ka një nivel shëndetësor, para disa probleme. Zonja Zoca? Po nuk ka problem, nuk është në një që intereson. Paraqitur sot? Ajo është, po, është shumë korekte në këto.
Është shumë bashkëpunuese dhe biles, për ta thënë, kjo që tjetë edhe për ta mbyllur në këtë aspekt, besoj i do është dakord, që në kundërshtim me mbrojtjen, ajo thotë unë dua të jap shpjegime detaj. Ose taktika jonë është të japë shpjegime në raport me pyetjet, se të japësh ti shpjegime, jo thotë dua të jap shpjegime të gjithë. Për të sqaruar pozicionin tim. Qoftë lidhur me shtëpinë e babait, që është absurditet. Unë kisha zotin Majko këtu, për para 2 ditësh, para disa ditësh, edhe ai është kandidat në Kavaj, po u qeshëm të dy sepse tha kam një vit e gjysmë, tha që rrit e shtëpi e Vjerrit, tha në Qerret. I thashëm mos e thuaj këtë se të erdhi spaku aty edhe të morim qafi tash. Edhe qeshëm të dy. Qelizat ato ku ishte revelia ishte në gjithë zonën se kështu ka drejtuar atë, ka qenë siç është Majko tash, po ai ka qenë për Kavajën. Po. Gjitha zonë ka pasur Rogozhinën. Po jo, Majko është për Kavajën tani. Po mirë, po atë e di. Po pra është për Kavajën. I di shumë. Dhe prandaj rri në Qerret. I di shumë mirë, nuk jam fokusuar. Po jo, qeshëm se i thash, shiko. Pra janë, shiko, spaku për shembull duhet të perfeksionohet ose mund të them që e di dhe anën civile të legjislacionit, të ndërthurur me legjislacionin penal, por duhet të respektoj edhe kontratat. Nuk mund të thot a priori janë fiktive. Më kupton? Në qoftë se ajo është një vilë që është në emër të Vjerrit, jeton Vjerri, s'mund të thuash ti tash që jo po është e jotja dhe ta ludosh. S'ka ludim në drejtësi. As mund të thot gjyqtari që kam dëgjuar dhe gjyqtari thonë, pavarësisht s'ka prova se ai e ka bërë. Diskutoj që ka bërë. Të tilla janë absolutisht të ndaluara në jurisprudencë. Janë jo vetëm të ndaluara, po ta kanë dhënë shembull kriminal nga më të fuqishmi që e dinin të gjithë. Po. Dhe e dinin që e kishte kryer vepër vetëm se s'kishte prova. Në dispozicion nuk është. Si e parashikoni zoti Axhia këtë proces, këtë mega proces tani? Të kujt? Të zotit Velia dhe zonjës Zoza. Ratë partë të zonjës Zoza që ju jeni... Për mua sqarimi i pozicionit zonjës Zoza sqaron edhe pozicionin e Revelis. Duhet dhe zgjidhja e pozitës juridike të saj? Sepse akuzat deri tashit paktën, nuk e di unë, mund të ketë spaku asa nën mëng, nuk e di, ose qa planesh që ju nuk i dini. Po, që nësi dim, me kaj sa kemi pane në 66 fashikujt, të cilët po ju rikthemi, se janë shumë, jemi një grup avokatër, se ata spaku ka punuar 10 veta për një vit e sa. Për këtë çështje. Për 66 fashikujt. 10 veta? 10 veta. Se nuk është vetëm zoti Olsi Dado? Kanë oficer. Të BK-s. Po, BK-s. Kështu që Terion Velia kanë vajtë nëpërmjet zonjës këtyre episodeve që thonë për bashortës. Kështu që sqarimi për mua, sqarimi i pozicionit natyrisht me prova, dhe kjo është detyra jone e ekipit të mbrojtjes, sqarimi i pozicionit të zonjës Zoza do të sqaroj shumë edhe do jetë dritë mbi pozicionin e zotit Velia. Po si parashikoni tani? Unë po pyes Max Axhin, një avokat nga më të mirë në Shqipëri. Si e parashikon? Për mua zoti Velia me kaq do çlirohet nga akuzat. Do çlirohet nga akuzat. Për mua. Kur është gjyqi? S'ka gjyq shpejt akoma. Po sa është afati? Një në radhë parë ne jemi në gjykatën e lartë. Po? Ne, domethënë kur them ne në çështjen e kësaj, zoti Velia për masën e arrestit. Që është bërë rekursi për masën e arrestit, por po presim zbardhjen e vendimit që edhe kjo është një problematik shumë e rëndësishme në sistemin e drejtësisë bashkë me reformën e hartës gjyqësore. Gjyqësore, se ajo do të trajtojmë. Që kështu është kurse na trajtojnë. Po. Sepse nga ngarkesa e madhe që kanë gjyqtarët zgjatën 1 muaj, 6 muaj, 1 vit e gjysmë vendime që zbardhen. Po mos zbardhja e vendimit. Unë pres se mua fati fillon kur zbardhet vendimi dhe ma vën dispozicion që ta ankojmë. Qartë. Kështu që çështja nuk ecën, por rri aty. Për shkak të kësaj ngarkese të pastudiuar si shtama të kthemi tek e para që prishën rrugët edhe nuk lanë rrugë dyqësore që të vazhdonte. Zoti Axhia, ju thatë edhe për efekt po themi kohe. Në datën 10 maj mbaron periudha
3 mujore që zoti Veliaj duhet të ishte në punë si kryetar bashkie. Çfarë ndodh në aspektin juridik? Ajo është një çështje tjetër, është një çështje që do të diskutohet, ka dy opsione, ose të kalojmë në zgjedhje të reja, ose të vazhdohet me zëvendësinë. Po pyes këtë të dytën njerë, do të thënë që zoti Veliaj të vazhdoj procesin dhe në qeli dhe në kryetari i bashkisë që është komanduar kryetarët vazhdoj në këtë, po kjo lejohet kjo? Do të me pa ligjin që t'jem korrekt me fjalën që do them, do të me pa ligjin se kemi procedent në imar. Se sa lejon. 3 muaj është ligji. Po është ligji për pushtetin vendor. Tani bie që pas 3 muaj zoti Veliaj nuk është më kryetar bashkie? Normalisht si të jetë ligji. Do bëhen zgjedhje të reja. Në qoftë se ligji ka kështu. Megjithatë unë shpresoj shumë që gjykata e lartë do të pranoj kërkesën për zëvendësimin e masës së arrestit në burg. Dhe kërkesa juaj është për dhe që është i lirë në gjendje të lirë dhe që është edhe në kuadrin e praktikës të gjykatës drejtave të njerit në Strasburg në lidhje me çështjen e Thoma Gëllçit, cilë kam përfaqësuar, kam qenë avokati i çështjes. Ishit ju avokati i zotit Gëllçi? Po. Kështu që ky është procesi juaj më i rëndësishëm në karrierën tuaj? Unë konsideroj gjitha çështjet. Jo, gjithatë, po kjo në aspektin, po themi, internacional, ndërkombëtar. Kam pas shumë çështje që vërtet, për shembull, një nga çështjet që unë jam që po e vuaj në aspektin profesional është çështja e Samir Tahirit. Po pse po e vuani zoti? Po s'mund të shkoj me akuzën që shpërdorim detyre se u mbush vendi me kanabis për ministrin e brendshëm. E pare punës njerë ka një sistem hierarkik për të shkuar të titulari. E parë. E dyta, ministri i brendshëm është funksion politik. Dhe ai dënimin dhe gjykimin është drejtor policie. Dhe gjykimin dhe dënimin ja jep kutie votimit. Dhe e fundit fare, për ato episode se po futemi te çështja e Samirit, Tahirit që këta e kanë iniciuar procesin, Italia i dha pavajsi. E mbylli. Edhe i provoj në mënyrë perfekte për 2 vjet, deri në faturat fiskale. Po ç'ndo tani me zotin Tash jemi gjykatë lartë. Është gjykatë lartë. Po. Për gjithë procesin. Po. Po për zotin Veliaj kur pritet vendimi në gjykatën e lartë? Së zbar vendimi pra thash. I gjykatës gjykatës së apelit. Po çfarë? Ka afat, ka sufizim? Po kjo është pra që afat ka me ligjin. Një muaj që do. Po s'ke ç'të bësh se kjo situata. E kupton kjo që thash që u hoqën nga 400 gjyqtar, u hoqën 170 mos gabojm, ë? Po, se bashkë me prokuror janë gati 300-400. Po, 300. Po kush i zëvendësoi? Nuk e zëvendësuar. Po se janë zëvendësuar. Çështjet vazhdonin e vinin. Po mirë, magjistratura funksionon. Po me sa funksionon? Po me 20-30 veta në klasë. Një kjo para, po eksperienca e tyre. Ata shkojnë në përreth, ata nga rrethe që kanë 5 vjet punë. Po duket vetja si 45 në zoti. Pak a shumë. Pak a shumë, ë? Si 45. Unë kur them pak a shumë e kam shqetësimin tek problematika e individit. Sa koha i duhet atij që të mbaroj punë me gjyqësorin. Mirë apo keq? Kemi kam 2-3 foto që do doja të mi komentoni. Ju lutem regjia nëse është e mundur. Ky është Erion Bani. Erion Bani është gjyqtari. Po, është profesionist shumë i mirë. Është profesionist shumë i mirë, se kam. Është i skolaresk. Dhe mirë bën, që bën shumë vendime të gjata. Është proceduralist shumë i mirë. Po do ndonjë defekt. Po patjetër, ju jeni i lirë. Unë e njoh personalisht. E keni pasur student? Jo, se kam pasur, është i ri. Po? Po kemi qenë bashkë se në këshillin e drejtues të shkollës magjistraturës, ky ishte nga radhët e studentëve antar. Edhe gëzoj respekt për korrektësinë. Është i përkushtuar në detyrë, natyrisht. Duhet të shliroheni çik nga akuzat, mos mbroj shumë akuzën. Të trajtojnë të barabartë. Do nuk keni të barabartë në sallën e gjyqit? Kërkesat tona shpesh nuk merren konsiderat. Dhe kjo nuk është vetëm me sëmundje ose vretje që ja bëj zoti Banit, ja bëj gjithë gjyqësorit.
Çfarë ndodhi në atë, sepse ju jeni qytet aty në atë Jo, debat. nuk kam qenë aty. S'ke qenë aty? Po se ishte Erion Vetë zot Velia, nuk ishte të zonjës Zoza. Po opinioni juaj, cili është? Shiko, unë po them vetëm kaq. Po? Të pandeurit, ai që është mas hekurave, ati ti lejo të thoj çfarë të doj. Të hesht, të mos flas, të flas, gjëre gjatë, po brenda objektit të gjyqit, edhe mund të shaj. Po nuk lejo të shaj. Mund t'i lejo, thash, nuk mund t'i thuash mos fol. Mund t'i thuash disa herë. Sepse ne kemi pas me grupet kriminale, kemi pas që si kanë punuar prokurorëve. Po mirë, kjo nuk është normale, zot. S'është normale, po është tjetër gjë ç'a duhet, se s'më le ta them. Ati lejohet, por prokurorit në asnjë mënyrë. A e keni fjalën për prokurorin? Në asnjë mënyrë. Kur them në asnjë mënyrë, në se është shteti aty. Flet në emër shtetit. Cili është mendimi juaj për Dadon, për prokurorin? Shiko, unë e kam thënë dhe po e them prapë. Çdo prokuror ose çdo gjyqtar, po? E pret me ky është Olsi Dadon. Po, ky është. E pret me kënaqësi kur dhe me indiferentizëm pa pasion, kur them indiferent, kërkesën e mbrojtjes ose të personit në netim për ta përjashtuar ose për të thënë një konflikt. Dhe unë personalisht, e kam thënë gjithëve, duhet çdo prokuror, çdo gjyqtar kur ka një pretendim të tillë ta jap dorëheqjen. Është tjetër gjë, pranon drejtuesi apo jo, se kështu është. Gjyqtarit ja pranon apo jo kryetari. E vendos ai. Kur jep dorëheqjen. Kur e kërkon pala dhe se jep dorëheqjen, atëherë është trup gjykues. Kurse në këtë rast ka një procedurë për prokurorët. Por prokurori ta jepte pasaj është tjetër gjë, sepse duke dhënë vetë dorëheqjen, demonstron që s'ka asnjë pasion për çështjen. Që nuk e kthen çështjen në konflikt personal. Gjë që kjo gjë e kompromenton. Ka një konotacion tani personal. Është kthyer, por i të së vërtet. Do jemi ballkanik, e kemi temperamentin, jo të hakmarrjes pa të prekjes së sedërës edhe bësh pasionant më shumë. I besoni zoti Axhia që zoti Dado po edhe të tjerë janë mbështetës të djathtës edhe po bëjnë politikë? Jo, shiko, nuk besoj shumë në këto gjëra, sepse çështja është çështje, edhe në fundit do shkojmë me prova në gjykat. Sa do pasion të jesh i pozicionuar politikisht. Jo nga Dibra, jo i PD-s, jo i absolutisht, unë thash për zotin Domani. Ai ka qenë prokuror në foton tjetër, atë do kemi besoj, regjia. Po, është ajo që thash. Ku e keni njohur zotin Domani? E kam njohur shumë shpesh. Që në Sarandë kur ishte prokuror. Ka qenë ai? Po. Edhe në shkollë magistraturës kur ishte. Ku ka qenë shkolla magistraturës? I keni dhënë mësim? Jo, si kam dhënë mësim, po kam asistuar në mbrojtjen e diplomave. Kur zoti Berisha tha ato fjalë krykriminalet e tjerë, si u erdhi? Shika. Tash e dim, jemi rritur me plakën me zotin Berisha. Me zotin Berisha dihet që po i ndërpreve rrugën, do presësh ulëristë e zotin Berisha në parlament që kur bëj reforma, Max Axhia do të zaptoj drejtësinë. Unë s'mora si pozicion, as i gjofar, isha aty ku isha. Edhe ata që morën pozicione, as i gjys fjalë nuk tha. Pra dihet, zoti Berisha po i dole në rrugën e vetë, mo me të drejt pa të drejt, tashi. Për të gjithë ata që nuk e dinë, zoti Max Axhia ka qenë prokuror i përgjithshëm, ka qëndruar 4 muaj. 4 muaj, ëh? 5, më fal, se to isha një muaj. 5 muaj. Sepse nuk pranoi të merrte urdhra. Tha ja mund po për histori e vjetër, po. E vjetër, po është digitoze në jetën tuaj. Po mirë. Dhe mua më vjen shumë mirë që ke këtë vlerësim në mënyrë absolute. Shiko, nuk e them nisur nga asnjë interes. S'kam parë fare probleme me pa unë kam çështjen, përfaqësoj çështjen, Biles takojmë shumë përzemërsisht, Biles më ka thënë çat ket probleme për avokatin, e ke derën e hapur për gjitha këto problemet. Edhe ja kam thënë shqetësimet e mia. Ja kam thënë. Për mua ka marrë barë të rëndë. E di sa ka marrë barë të rëndë? Barë shumë të rëndë, edhe më të rëndë se ky e ka familja vet. Si e bën jetën? Fëmijët e tij kanë humbur fëmijërinë.
Sepse është të rish me bodyguard, mos shko këtu, mos shko atje. E kemi një hero të gjallë, zotin Dumani? Të gjithë, ky po. Se ky lakohet. Ky lakohet më shumë, se është drejtues. Edhe ai që do vi, prapë ai do lakohet. Po një frikë është që kur ti mbaroj mandatin zotit Dumani, ai mund të marrë edhe mandat tjetër, po do mbaroj edhe të tjetrin. Pastaj, a janë të tjerë në lartësinë si zoti Dumani? Shiko, po ti je strikt me detyrën, je në lartësinë e zotit Dumani. Ai është strikt. Po në rregull. Në fakt, habia që më ka bërë e sulmoi zotin Dado, socialistët, po zoti Dumani se nuk e përmend njëri, as zoti Rama, as zoti Deputet. E di çfarë s'më vjen mirë mu? Po. Zoti Velia ngriti një pretendim për mënyrën se si është emëruar. Po. Nuk e marr përsipër ta gjykoj unë. Qëndron apo qëndron. Por tash i bën letër kërkesë inspektorit të drejtësisë. Hesht. I bën KNP-s, hesht. Kjo është një mungesë. Jo vetëm respekti, jo vetëm përgjegjësie institucionale, por kjo është edhe rënja në pozitat, edhe i jep të drejtë në heshtje zotit Velia. Shprehu më zotri, prandaj aty. E morëm kërkesën tuaj, si kryetar bashkie e morëm me president i lam kërkesat e tjera dhe konstatojmë që kështu kaq. Po këto janë seriozitete që kanë të bëjnë, sidomos ndikojnë drejt për drejt në pancinë. Po. Kjo është fotoqeni ju me zonjën. Po ishim para 2 javësh. Si po e përjeton zonja Xoxa gjithë të procesin, sepse është? Shiko, po të flasësh për zonja Xoxën me njerëzit, ka blerë aq, ç'e kemi ne shqiptarët. Në fakt është një grua që mua më ka lënë përshtypje të veçantë koreksia. E saj. Shumë e saktë. Shumë e saktë. Koreksia edhe një qëndrim shumë dijitoz në raport me institucionet, me median, shumë e kornizuar. Si u përgjigjesh atyre që thonë që zoti Velia është aty se e bërë për shkak të gruas? Po, unë s'kam marrë përsipër që jo, qartë, po. Por them që procesi po, ne themi, gjithmonë kur flasim biseda të tilla, themi që të shkosh nga gruaja tek kryetari i bashkisë, që është personi 3 herë i votuar, më i votuar i vendit e tjera, nuk është dijitoze, nëse s'ka në akuz tjetër, sepse edhe për një aspekt tjetër, dhe nëse mua, domethënë gruan e kryetarit bashkisë, e favorizojnë, e bëjnë, kjo është natyra servile e një ambienti. Kupton? Ose i mënyrë shpërblimi. E kuptoj. Ose i mënyrë shpërblimi. Por se kjo tregon diçka tjetër, në qoftë se nuk i provon korrupsionin ti Erion Velis dhe vjen edhe bëj donacione tek fondacioni i zonjës Xoxa dhe kjo i jep në aktivitete, kjo tregon që Erion Velia s'ka marr para. Dhe prandaj vjen atje. Se po të ishim likuj do thotë dhe kam dhënë para unë për lejet e për këto s'kam nevojë të veten tjetër vat. Një logjik kështu, popullore. Foto tjetër? Tani unë duhet të ndalim të flasim pak për dhomën kombëtare të avokatisë që është... Tash një sqarim për opinionin dhe më vjen shumë mirë që ma nxorët këtë. Duhet të hequr fjala kombëtare. Kjo ka qenë përpara kur pa u bërë shtet Kosova. Po, ke shumë drejt procesiari. Po. Dhoma e avokatisë së Shqipërisë me ligjin e ri, ndryshimet që u bën në 17 është dhoma e avokatisë së Shqipërisë. Po ndrojeni dhe ju ato Jo, i kemi ndruar ne. Ju e keni ndruar, po i kemi të vetën foto, mirë, po ka ngel edhe në traditë është dhoma e avokatisë së Shqipërisë. Po pse atëherë me dhomën kombëtare meni dhe Kosovën? Kishim, po avokatët se qartë, se nuk është shtet atë. Po. Tani jeni dhoma e avokatisë së Shqipërisë. Siç janë ata dhoma e avokatisë së Kosovës. Tani përpara se të pyes, që është pjesa e fundit e emisionit për çdo çështje. Tani e bër viral ajo Visi. 2 paketa, tani shpejt. Tani Visi kush është? Ju a shpjegoj unë. Visi është shoferi. Është djali i shkëlqyer, po shoferi. Të përshëndesim Visi. Se e bër viral dhe ti. Është djali i shkëlqyer dhe unë prandaj thash që e vuj procesin e zotit Tahiri. Zotit Tahiri, sepse është një moment një njerëz që e pagoi shumë shtrenjtë. Babai i vdiq, nëna sëmur, vetë kaloi një sëmundje shumë të rëndë. Zotit Tahiri? Pa. S'do ta them se është
E kaloi? E kaloj me... E kaloi? Po, më vjen mirë. Të shkuara, i shprej ngushëllime njërë për babajnë dhe të shkuara për smundje. Po e kaloi smundje? Po e kaloi. Mjekët në përfundimisht ja dhanë atë, i thanë është në aspektin tjetër, do më thënë jo. Kjo është pak të një lejë. Dhe bashortja Sëmur. Është, një aktualisht. Bëri një operacion shumë delikat në vertebrë sipër dhe tashi dhe biles tashi që flasim është duke bërë një ndërhyrje tjetër. Tani në këtë moment? Në këtë moment. Po si është gjendja e saj? Më mirë. Shprehim shkuara. Dhe problemi ishte që po prisnim atje dhe morëm vesh që dolën gazetarët. Po, që u dha vendimi për zotin Tahiri, edhe unë isha, ai më mbante mu me gajret. Prandaj. Po, unë u mërzita jashtëzakonisht, ai më mbante mua. E më tha dhe një problem që një gjë që se them dot, sepse ka të bëjë një marrëdhënie. Jo sekret, po është një gjë që edhe më thotë mu, jam pa cigare, se pi shumë cigare. I thash unë, po e them visit që pa i këti se do ta çonin, pa i të t'i sjellë shpejt e shpejt, se po e mbani, dhe i them ati të tokës shoqërimit, një burr shumë i mirë, i Sofi, edhe Ceni që janë ata gjithë. Ju lutem, i thash, mbani çik, mos niset. S'kish nevojë të thënë se ata kishin respekt i jashtëzakonshëm për zotin Tahiri, sa atë që ka bërë një revolucion në policinë shqiptare. Është e vërtetë dhe shumë gjëra që janë akoma sot kanë mbetur nga ajo. Edhe i them, sa ti them shoferit të sjell 2 paketa të pak në shpejt, se ato donë, domethënë imagjinon atë situatë sa pinë cigare duan gjithë. Edhe dalën aty u turën gjithë gazetarit, thash 1 minutë, ju thashë, viso ço 2 paketa. Nuk e di që ishe live? Jo. Nuk e di që ishe live, se ishe live? Ko kisha mendje unë, kishim që nga mëngjesi. 2 paketa tani. Deri në 9:30. Se nuk e transmetoj se kemi drejt. Ço 2 paketa, tashi domethënë për tashi shpejt, ço 2 paketa. Pastaj thash dhe një shprehje tjetër që se ka kapur. Çfarë thot? Tha, aty është shpreha tjetër që disa e kapën dhe vërtet doli fjala ime. Që? Ishte që thash gjithë politikanët thash që do jenë në hetim, ose që do vijen në hetim, të vishen trash. Se ishte shkurt 4 shkurti. I vitit 2000 para 18? 2018? Jo. 2019. 19? Pa. Domethënë e ke thënë 6 vjet para. Të doli fjala. 4 shkurti. Po ajo visi domethënë janë disa rrjete sociale, janë disa rrjete sociale, disa faqe me ironi që është shumë interesante që sa i që arrestohet një politikan, djeri Max Agjin atje visi 2 paketa thon. Kjo është e gjitha. Po. Tani për dhomën kombëtare të avokatisë. Dhoma kombëtare të avokatisë. Dhomën e avokatisë së Shqipërisë. Po, dhoma e avokatisë së Shqipërisë dashi do them një lajm. Po. Dhe them për herë të parë këtu. Para 15 ditëve Këshilli i Europës ka miratuar konventën për mbrojtjen e profesionit avokatit. Që do thot? Që do të thot që parë në analizë të gjithë dhomave të avokatisë në vendet e Bashkimit Evropian, jo vetëm në vend, po dhe më gjërë, sepse Këshilli i Europës ka edhe vende antare që janë antare të Bashkimit Evropian. Është Rusia? Po, Rusia, gjithë ato. Dhe duke patur parasysh që në gjithë këto vendet ish socialiste, ish komuniste, të vendet e lindjes, përfshi dhe Shqipërinë, që nuk kanë respektim të pozicionit të avokatit, dhe që kanë konstatuar shkelje të papara në proces dhe mos përfilljen e gjithë pretendimeve të avokatit. Dhoma e avokatisë në 24 maj të 2008-ës, se e mbaj mend shumë mirë, sepse se lidhët me një ngjarje fatkeqe për Dritan Hoxhën, se atë natë pati aksidenti. Që ndodhi aksidenti, 24 maj ka qenë? 24 maj e 2008-ës kam qenë në Budapest në mbledhjen e organizatës më të madhe që ka Bashkimi Evropian, që është CCBE, është shoqata e dhomave të avokatisë CCB në anglisht. Që do të thotë shoqata e dhomave të avokatisë të vendeve të Bashkimit Evropian ku ne u pranuam. Po? Pa qenë Shqipëria, dhe ajo shoqat, ajo organizim na ka mbrojtur neve në të gjitha sumet që na ka bërë ekzekutivi, për tatimet, për kasat fiskale, për gjitha. Dhe aty jepet 2 herë në vit, që janë seansat plenare, por edhe në mënyrë permanente të jepen, raportojnë të gjitha shkeljet
që bëhet, jo shkelje konkrete, po thot për shembull, në sistemin penal në Shqipëri, avokati ka ngre këto pretendime dhe nuk merren konsiderat. Edhe pse po e them edhe një herë, që është një çmenduri e radhës. Gjykata e Strasburgut, vendimet e saj dhe konventat që jep vendimet në zbatim të konventave, të cilat në radhën e zbatimit të hierarkisë të ligjit janë të dytat mas kushtetutës, nuk respektohen nga gjykatat shqiptare. Po për çfarë bëm reformën drejtësinë përse? Po pikërisht pra, që do të thotë, edhe të vim të Velia, në kuadrin e vendimeve të gjykatës së Strasburgut, në ato udhëzime dhe direktiva që ka dhënë ato vendime që janë praktik për të detyrueshme për zbatim, nga të gjithë sistemi jonë, deri në gjykatën kushtetuese, duhet të dalin në gjykatën e lartë. Ka burg. Duhet të zëvendësohet më. Pra, në këtë kuadër, atëherë duke mbledhur gjithë këtë problematik, Këshilli i Evropës bëri konvent. Dhe konventa do ta miratoj, ta ratifikoj Parlamenti shqiptar, se tash është mbyllur. Qartë. Dhe ajo do ketë shumë ndryshime procedurale. Për shembull, që një kërkesë që bën avokati të zbatuar në ligj, absolutisht gjykata është e detyruar ta zbatojë. Dhe merr autoritet dhe sigurim mbrojtja dhe i thot dhe klientit, i thot, dhe s'kam nevojë të merret me prokurorin dhe me gjyqtarin, dhe i thot klientit, kjo çështje bëhet sepse është kjo shkelje. Kupton? Ja dhe fatura e pagesë që do paguash, brenda faturës është të vëshëja atjera, dhe më jep vetëm një adresë emaili, një telefon, unë do të njoftoj për rezultatin që është i sigurt. Ose thot që i fillim, shikon, nuk bëhet kjo punë. Dhe mos harxho as kohën, as lek. Po jo se avokati ai para kundërshtar do paguaj, le të paguajnë, ç'keti. Është e sigurt që kjo vendim do jepet. Pra ky është disiplinimi, dhe autoriteti që merr mbrojtja. Dhe kjo është detyrë e dhomës së avokatisë, ne tash po përkthejmë atë, përkthejmë në mënyrë profesionale, sepse përkthimin normalisht e bën Ministria e Drejtësisë, sepse ai pasaj raportohet, çohet në parlament që ratifikohet, ai është krijuesi i përmbajtjes eksakt që do zbatohet. Ne do ta bëjmë të ditur në të gjithë dhomat lokale dhe pastaj. Po, zotja Xhia, perceptimi është që avokati dhe prokurori duhet të jenë të barabartë përballë. Absolute. A është sot? Jo. Nuk është. Jo, absolute. Ç'kemi arritur pas sene? Këtë po luftojmë. Çfarë folëm deri tash? Për këtë folëm deri tash. Piles ka dhe një gjë tjetër që mbrojtja e zotit Velia e ngriti dhe përgjigjja e gjykatës ishte për dëshiruar. Tha, sepse me udhëzimet dhe me standardet është që i pandeuri nuk do të rinë në kafas. Do të vi këtu. Ruaj godinën, do të ush këtu me mua. Nuk do të rinë në kafas. Nuk do të rinë në kafas. E ke standard të detyrueshëm. Dhe gjyqtari, në kushtet e sinqeriteti, tha, s'kemi standard. S'kemi kushte e infrastrukturë. Sepse kërkon sistemin mbrojtje, sistemin këtë gjë. Kuptoj. Atje mbajnë vetëm të rrezikshëm ata që janë agresive, kështu. Zotja Xhia, si po funksionon dhoma avokatisë? Si po ecën, sepse ju her pas here keni trajtuar çështje nga më të ndryshme. Po më detyron që të flas për veten, se kështu i thon. Po jo, ja, po të bëjmë pyetje më konkrete. Sa avokat ka me licencë aktive? Ja, ta them unë. Vetëm po ju them vetëm kaq, që ne kemi filluar avokatinë së bashku me kolegët e mi nga hiçi. E di çdo më thon hiçi apo? Di. 0. Fare. Na ndihmoi zoti imami me dy ambiente që na dhanë ministri, bëm regjistrat. Bëm provimin e avokatisë që është shkollë. Bëm provimin, bëm togën, veshjen. Togën se si. Bëm certifikatën, bëm kartën vjetore, bëm revistën avokatia, bëm ligjin me standarde, u pranuam në CCBI. Bëm shkollën e avokatisë që nga 2013 që do kalojnë të gjithë në shkollën e avokatisë. Bëm me mbledhjen e financave, që ishte pa parë, bëm një godinë madhështore që është unikale në Shqipëri që na e mori shteti sepse ishte edhe pronari i tokës, por bëm një deal, një të kënaqim që mos dëmtoheshim, i tham do zgjedhim një copë tokë dhe këtu marrë
dhe shkas të falenderoj edhe zotin Berisha që ndonjë që më njeft që me atë që ka ndodhur, po ky ç'është që kaq. E falenderoj zotin Berisha. Po për një aspekt. Me një fjalë goje ka vënë me vendim qeveria në dispozicion të avokatisë 23.000 metra katror në fushën e aviacionit. Atje kundërtuam. Atje kundërtuat. Ku jeni? Të së vërtetës. Se unë kam dy gjëra kam të shenjta, koreksin edhe mirënjohjen. Mirënjohjen e kam, nuk toleroj fare të mirënjohjen. Kështu që dhe tani avokatia është në kushte do jem shumë i ndjer keq nëse nuk i them një njeriu atë që meriton. E kuptoj. Po aq them atë që s'meriton, dhe defekt. Këtë e ka treguar më shumë. Kështu që ram dakord me shtetin, na dha tek një territor tjetër, po më në qendër, kuptohet, te qyteti i studentit. A pse po bëhet tjetër tani? Po, kemi bërë gati dhe besoj në nëndor, tetor nëndor fillon shkolla në ato ambiente se HPR po e bëjmë tek UET-ja, sepse e bëjmë bazite shkollë. Tani do ta ndryshojmë. Kemi ambientet me zyrat, me gjitha. Edhe zyrat dhe shkollën. Të gjitha goditën e shkallës. Sa zgjat shkolla? 9 muaj. 9 muaj, do të thonë si çka që. Por është një shkollë kualitative, sepse nuk përsëriten dijet e marra në universitet. Edhe pse studentët vinë me shumë defekte, sepse vinë nga arsimi privat edhe publik, që ne jemi detyruar të rikuperojmë, të sillim në një stad gjithë, dhe atje bëjmë vetëm nivelin e lartë të njohurive profesionale. Tani, thjesht për kështu, si nuk është bërë ai konvertimi atyre që diplomojnë jashtë për juristë dhe nuk janë pjesë e sistemit drejtësisë? Këtë se kam kuptuar asnjë. Jo të avokatisë, po. Jo, i bëjmë neve. I bëm Ministria e Arsimit, do sjellësh dokumenta, bëj konvertimin, po, për drejtësi. Për drejtësin. A ka të drejtë një që është diplomuar jashtë të jetë pjesë e SPAK-ut për shembull? E institucionet të drejtësisë. Si të jetë pjesë? Do t'i kualifikohet, do t'i ashtu ekuivalentohet diploma nga Ministria dhe pastaj ai kjo është bërë. Po, ai do të rri 3 vjet në një punë. Mirë, pastaj në profesion që të futet në shkollën e magjistraturës. Pastaj duhet bëjmë magjistraturën këtu patjetër. Patjetër që të vesh prokuror dhe gjyqtar. Këtu. Po. Mund të kesh provuar edhe në Harvard dhe pa bërë magjistraturën. Jo, s'futesh. Jo, është absolutisht çuditshme. Reforma këtë solli të re. Me një defekt të vogël, që unë kam qenë që të mos kemi Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë i Gjyqësorit, përderisa këta janë prurje nga shkolla e magjistraturës, janë gjithë magjistrat, kishim Këshilli i Lartë i Magjistraturës. Me të ndryshoj emrin? Jo, të ishte një unifikuar. Kishim bashk. Dhe prokurori mund ta çojë gjyqtar, gjyqtari mund ta çojë prokuror, të bëjë lëvizje të tilla. Po jo, megjithëse mua s'më dilte kjo që mbaron Harvard dhe do të bësh i shkollë në Shqipëri. Patjetër, në mënyrë absolute po. Tani, sa licenca keni aktive? Okej. Atëre, numri i licencave që kemi të dhëna janë rreth 14.000. 14.000. Në total? Total, po që do të thotë, me gjithë ata që kanë ndruar jetë. Me gjithë ata që kanë ndruar jetë? Po, patjetër, sepse e merr atë numër dhe është numri jot i përjetshëm. Ai nuk trashëgohet atje? Jo. Nëse kam numrin 7 po ja fuskotun, atë numër se zën dot njëri. Nuk mbetet në regjistër, në database. Edhe të jesh aktiv edhe jo aktiv, nuk kemi avokatët aktiv dhe jo aktiv. Sa aktiv keni? Aktiv ne kemi 2200. Numri madh apo numri vogël? Në raport me popullsinë ka një tejkalim. Po kjo tregon që ka punë. Po në vitin 20 kam thënë njëherë në renditëshim nga vendet e para në Evropë. Po. Dua të them dhe një gjë që në raportin e këtyre statistikave, të cilat ne kemi shumë të detajuara, natyrisht s'ka nevojë të hyj hakera se i kemi publike. I kemi faqen tonë të dhomës. Trajnimet janë të detyrueshme. Përveç se bësh shkollën, pastaj kur del në profesion, do bësh trajnime të detyrueshme që janë me sistem kredish. Që po s'mor ato s'ta jap kartën vjetore. Që vjen. Tani, sa licenca keni hequr? Se kjo është pyetja më e rëndësishme. E reja që solli ligji i ri avokatisë, ndryshimet që bëm ishte edhe krijimi i komitetit disiplinor. Po që zoti Doja, kryetar. Po, sot aktualisht. Dhe komiteti disiplinor ka një kuadër ligjor se si vepron, për procedurat. Ka një komisioner që merr kërkesat ankimore, i seleksionon se mund të ankosh ti për avokatin që ke komshit ka bërë, s'është objekti i kësaj. I seleksionon ato që kanë të bëjnë me veprimtarinë e avokatit.
Dhe ja çon për shqyrtim komitet disiplinor dhe paralelisht njofton dhe palët dhe avokatin i thot ka kjo kërkesë, hajde shiko materialet ose të nis materialet. Në përbërje të komitetit janë 7 antar nga dhoma e avokatisë të zgjedhur nga Këshilli i Përgjithshëm. Nga 91 veta që janë ta Këshilli i Përgjithshëm. Çfarë mandati? Sa vjet? 4 vjet. 4 vjet. Pastaj zëvendësohen. Po, zëvendësohen. Deri në 2 mandate e kanë. 2 mandate, po. Dhe janë një përfaqësues i KLP-s, i Këshillit Lart Prokurorisë, një përfaqësues i Këshillit Lart Gjyqësor, një përfaqësues i ministrit dhe një nga bota akademike. Në këtë Kjo ka qenë një iniciativë e imja për t'i treguar këtyre institucioneve, natyrisht për të mos kenë mazhorancën, sepse është trup e dhomës, për t'u treguar atyre që t'u hapim dritarët, shikoni ç'a ndodh në avokati dhe jeni vetë pjesëmarrës, kështu që mund të reklamoni çfarë do lloj familjariteti në komisione këtë të gjitha. Dhe sa licenca kanë hequr këta? Licenca janë hequr gjithsejt, janë rreth 180 procedime disiplinore që variojnë nga gjobat, nga kthimi i shumës që i ka marrë klientit, nga paralajmërimet, deri në 12 licenca të hequra. 12 licenca. Ku ishin këto, në Tiranë apo në gjithë Shqipërinë? Kur them licenca, edhe të pezulluara. Dhe të pezulluara. Dhe kemi dhe gjithë sipas ligjit, kush avokat dënohet penalisht, atij ndalohet me ligj për 5 vjet të mos ushtrojë profesionin avokat. Tani këtu më ngacmon me ata që u larguan nga vetingu. Po, ata që prokuror gjykatës, ju i keni strehuar? Natyrisht, është një shiko. Do të kuptojmë një gjë. Të drejtat e fituara nuk mund të hiqen, Po ai është larguar për korrupsion? Prit një minutë. Jo, korrupsion nuk është larguar për korrupsion. Se unë korrupsion njoh kur ka i vendim penal. Ata që janë larguar, që pretendon komisioni vetingut, nuk e ka bërë asnjë kallëzim. Aty që ka kallëzuar dhe është dënuar, atë se pranoi. Atë se pranon. Nëse ky i larguar, flasim, se po them dhe një gjë konfidenciale, por që është dhe bukur, që s'do të thotë ti je jurist. Kur pa diskutuar në Këshillin në komisionin e ligjeve, ishin për t'ja heq fare të mos vinin dhe këta 15 vjet në trupin e avokatëve, edhe ca ishin tjerë që jo është një profesion i lirë, dhe unë isha me atë që është profesion i lirë për sa kohë e ke fituar këtë titull. Dhe ndërkombëtarët në debat me mua më thanë, jo pashu, thashëm, po në vendin tuaj si është. Domethënë, mos na kërkoni një gjë që në vendin tuaj se keni. Po. Ata bënin taktik tjetër, taktikisht u futën në parlament ka një me amendament në sallë, që quhet ajo në seancë. E futën që të mos jenë. Të gjithë ata që largohen nga vetingu të mos jenë avokat. Ç'a ndodh? Dhe një nga ato më thotë avokat, ta hodhëm, kështu i thashën, jo, s'ma keni hedhur mua. E pare punës është sepse ka 2 kategori. E pare punës është ka prokurorë gjyqtar që e kanë licencën. Do të thënë ata që e kishin. Po, që e kishin marrë për një arsye të ndryshme, dhe ju nuk thatë në ligj atje që të gjithë ata që e kanë licencën dhe ata që janë në proces nuk ashtu. Kështu që e kanë një të drejtë. Do të juridikisht e ka hedhur ty atyre. Po. E para, e dyta i thash, ju thoni me vendim të KPA-s, Komisioni i Apelimit. Po i them, po mirë, hiqet ai nga shkalla e parë. I vetingu dhe pritet që të shkojnë në KPA. Vjen në provim, mos e ndaloj dot. Sot kush je ti? Do i provim, marr licencën. Po ti ke të drejtë vetëm të korrigjosh, më japësh. Okej, këta që kanë pasur, po këta që janë të rinj, që s'kan pasur licencë? Kush ka ikur nga Komisioni i Apelimit që është shkarkuar me të 2 komisionet që ka formës prerë, domethënë, dhe se ka marrë gjatë kësaj periudhe nuk merr dot. Nuk vjen në avokati. Jo, s'vjen dot. Po janë shumë pak. Po të thonë 0. Sa? 0. Këta që s'vin. Po, një vetëm duket. Po atëherë sa kanë ardhur atëherë? Të gjithë kanë ardhur, kanë marrë. Të gjithë kanë marrë licencë. Po, sepse jo, një jurist thuaj s'ka pse mos ketë licencë avokat. Po, profesioni i lirë, po jo, në momentin që diplomohesh, si ai do të drejtë për të heqë profesionin e lirë ai. Profesioni i lirë unë e kam të lidhur me diplomën, vetëm po e kam marrë diplomën me falsifikim, me mashtrim. Kjo është profesioni i lirë. Jo, më tepër që ti si jurist mund të jesh shumë i hapur, mund të jesh edhe i pa, po licencën ti sa i do të jeri. Shiko. Kemi dhe një problem shumë të madh. Unë kam qenë gjithmonë kundra shkollave private, universitete private. Kam qenë për shkak sepse nuk kontrolloj cilësia e nxjerrjes. Por mos haro kemi gjithë ato profesione, gjithë ato fakultete drejtësie që prodhojnë çdo vit.
Dhe kemi dhe Sa universitete përveç shtetrorit? në mos gaboj, 4? jo, janë më shumë, do të jetë një 8. 8? Po, Që kanë fakultete? po, 4 janë vetëm shtetërorët. Durrësit, Tirana, Se Shkodra përveç Tiranës, përveç Tiranës janë dhe... Po. Dhe ç'a ndodh? Në provim futen në shkollë 500-600 çdo vit. Se vetëm Universiteti Shtetëror prodhon 600 e më tepër në vit. Gjë që tash ndryshimi njerëzit shkojnë e marrin ato diploma që kanë treg, një e para, e dyta nuk i duan më për CV. Kupton? Dhe janë fokusuar tek siguria në vazhdimsinë e jetës, si që janë IT-a është për shembull. Dhe ne kemi krijuar shkollën, me shkolla ata vinë në pamja profesionale kualifikohen, dhe jemi, jo se ju japim kot shkollën, por mundohemi të bëjmë politika për t'ju krijuar tyre një mundësi që të futen në treg, të ushqejnë, pastaj se sa reziston, se mund të nuk i reziston dot tregu. Tu merr kuptim fjala profesion i lirë. Po. Dhe këtu do ta them edhe për gjyqtarët, edhe për prokurorët. Ta ngrenë çik nivelin e humanizmit, se e kanë zero. Po që keni bërë ju atje në shkollë pasaj? Pse si keni mësuar? Jo, gjatë zbatimit Po jo, po duhet të kishit mësuar në shkollë këtë. Mësohet në rinie? Ajo mësohet që në familje. Se sa zëmërmirë je, se sa logjikon, dhe aq më tepër kur bësh prind pasaj, mendon ndryshe. Edhe një gjë që s'është për ta thënë, po juve ju a them se të kam ikë të vjetër. Do ishte mirë që gjyqtarët dhe prokurorët që diplomohen si magjistrat në shkollën mesator të bënë një ndonjë dita, 2 dita, një javë burg. Dhe do ishte mirë në bis që kur japin ato vendimet me burg, ta dinë që janë vite burgur, nuk janë vite, sepse një të shturej të djerë që bie shiri në shtëpi çmendesh, jo të vesh dhe në burg. Prandaj do t'i jesh shumë i ftohtë. Kur analizon rrethanat rënduese dhe rrethanat lehtësuese. Një e para, e dyta do të jesh human. Human. Dhe të mendosh që kjo vite që do japë janë të mjaftueshme që ai të rehabilitohet, jo të ndëshkohet. Unë them që më bukur se kjo që the tani nuk mund ta mbyllim. Kjo thirrje që u bëri gjykatëve dhe prokurorëve që bëni vetë një 2 javë burg edhe provoni. Ja shumë 2. Nuk e rezistojnë. Sa thatë ju? 2-3 ditë. A 2-3 ditë? 2-3 ditë. 2 javë pasaj nuk dënojnë më njëri. 2-3 ditë që të kuptoni se çfarë. Ç'është burgu, ç'është liria. Nuk po të bëj pyetje tjetër. Më mirë se sa kaq, domethënë nuk. Ne bëm që në fillim marrëveshjen që pyet çfarë të duar, do të përgjigjem. Unë të falenderoj shumë dhe kam shijuar shumë këtë, edhe pse nuk ishte intervistë me një artist, por ju si jurist arritët të bënit një art me gjithë ato që ju thatë, jo për çështjet tuaja konkrete, po për drejtësinë dhe në ndihmë të drejtësisë, sepse një avokat i këtij profili që keni ju të vlerësoni prokurorët dhe gjykatësit, me vërtet është shumë e rrallë këtë. Do të mirë kuptojnë, e kam gjithmonë në sensin e mirë, që të bëjnë detyrën, po ta bëjnë në mënyrë perfekte. Të falenderoj shumë zoti. Kënaqësia ishte ime, zoti Qafoku. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i sot nga unë Rënë Qafoku, mirupafshim.